Po pse po tentoni me muaj të mbyllë? Pse keni të shkuptu këto? Jo, pse na keni ditë. Vazhdojmë qysh të që ju keni ditë. Ajni dakar. Zyrtarët e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe gazetarët sot nuk u pajtuan për mbajtjen e një takimi ku nuk lejohej të xhirohej me kamera. Takimi ishte ftuar të premten më 4 prill 2025, e që në njoftim thuhej që kamerat mund të merrnin pamje vetëm 10 minuta në fillim të takimit. Por, sot në 7 prill 2025, gazetarët nuk pranuan që takimet të mbahet pa u filmuar. Që m'ja vazhdu ose diku, që është kërkesë të gjitha media që janë prezente. A keni me pas media pas takimit? Jo, për të lajmë publike kemi në studi. Jo, pse na keni ditë sa? Sot ne kemi thënë të tregojmë për procesin dhe me kuptu procesin tarifar. E na s'e kuptojmë atë shtetërë, se na kuptojmë, shtetërët nuk e kuptojnë. Logjikisht na duhet të Përmesisht me kaluar. Po pse po tentoni me muaj të mbyllur? Takimi është i mbyllur. Po gjë sot pse po takimi, njoftimi e bush takimi ka më vonë i mbyllur. Ne pa mund të shpjegojmë. Po flasim tash për një diskutim bilateral, që to është qëllimi i këtij diskutimi. Gazetarët më taku me zërrejën edhe me kuptu pak procesin. Nuk është konsultim publik halo, që është qëndrimi zërrejës. Dhe nuk i kuptoj pse keni të shkuptu këto. E pas 30 minutave pritje, zyrtarët e zërrejës u pajtuan që kameramanët të xhirojnë komplet takimin. Komplet takimin e tjetër i gjyruar. Mbohet komplet prezantimi, çu është koni planifikuar. Në mbajtje e juve. Fund ku të kujt prezantimi, mas të ndonë në kamerat dhe me diskutu për çështë që janë interesante. Jo, pa kamera pyetje të përgjigjet a? Jo. Vazhdojmë qysh të që ju keni të shi. Ajni dakar. Ndaj ngjarjes në zyrat e ZRE-s reagoi edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. AGK dënoi mungesën e transparencës nga ZRE-ja, ndërsa mirëpriti organizimin e gazetarëve.